Horoskopi 12 Mars 2026. Dashi. Dëgjoni mirë ju të shenjës së dashit, sot yjet ju kanë dhënë një forcë të fshehtë që askush nuk po e kupton. Jashtë dukeni si qingja të butë dhe social, por brenda jeni luan që po mprehni kthetrat për planet tuat të mëdha. Marsi është fshehur paksa, ndaj sot nuk bërtisni, por veproni në heshtje dhe bëni shumë mirë, sepse jo çdo plan duhet treguar se na merr në sysh. Është ditë ideale për të vënë rregull në shtëpi dhe në përgjithësi, pasi çdo faturë apo punë e mbetur do t'ju ecë mbar dhe lehtë. Edhe pse mendjen e keni te planet tuaj top sekret, po dini si t'i mbani njerëzit më afër me buzëqeshje. Po ecni në rrugën e duhur dhe ai mali që ju dukej i lartë, sot do t'ju duket si kodër që ngjitet me vrap. Goditini aty ku duhet, por me qetësi. Demi, o njerëz të qetë, sot hëna po ju përkëdhel dhe po ju jep një dorë për t'u ndjerë mirë me veten dhe botën. Jeni në kërkim të lumturisë, por keni një problem. Po mbani shumë gjëra brenda dhe njerëzit po ju keq kuptojnë. Jashtë dukeni sikur s'ju ha malli për asgjë, por brenda shpirtit tuaj po kërkoni pak nxehtësi dhe vëmendje. Mos u tregoni kaq të fortë sa dukeni. Mund të jeni të ftohtë, nëse keni diçka të rëndësishme për të thënë, thuajini, nxirrini atë anën tuaj të ëmbël dhe njerëzit do t'ju dëgjojnë më shumë. Pas ditë gjua do t'ju lirohet dhe do bëni muhabete që do të mbushin zemrën. Tregoni me trup, me sy dhe me gjeste atë që ndjeni. Fjala juaj sot ka peshë, dashuria po ju pret te dera, mjafton të mos e mbyllni me çelës nga brenda. Binjakët, sot jeni si ajo koha që herë është me diell dhe herë është e vrenjtër, sidomos me njerëzit tuaj të afërt. Një herë doni të jeni të ngjitur, një herë doni të jeni në botën tuaj. Këshilla yjeve, merreni shtruar dhe fokusohu te gjërat që u ecin mbar. Në shoqëri po kërkoni paqe, por në punë jeni bërë pashallar, nuk pyesni për askënd dhe jeni bërë gati për të dalë e juaja në çdo kohë. Është pak vështirë t'i bëni të dyja bashkë, ndaj ndajeni mendje, puna është punë dhe shoqëria është shoqëri. Fatmirësisht sa vjen mbrëmja do t'ju kthehet shpresa dhe do të ndjeni sikur bota është e juaja. E ardhmja po ju qesh, mjafton të mos e prishni Terezin me dyshime të kota. Gaforja. Ju të shenjës së Gaforës sot jeni bërë si magnet për të tjerët dhe po bëni të pamundur që marrëdhëniet ju shkrojnë vaj, por kujdes në mëngjes. Mos tentoni të kontrolloni çdo lëvizje të të tjerëve nga frika se mos ju ikin, se kështu vetëm sa i largoni. Ka një luftë brenda jush, një pjesë do të rrijë rehat me detyra, një pjesë do të thyë zinxhirët dhe të marrë aratin. Lajmi i mirë është se mund t'i bëni të dyja, nëse nuk e vrisni mendjen shumë. Sot muhabetet dhe planet me partnerin ose miqtë e ngushtë do t'ju ecin mbar dhe do t'ju mbushin me gëzim. Shfrytëzoni këtë energji për të sqaruar gjërat praktike që ju kanë mbetur pezull. Jeni në momentin tuaj, thjesht lëreni veten të lirë. Luani, mëngjesi mund t'ju duket pak si me frena të dëmtuara. Duket sikur çdo gjë po ju bllokon. Jeni në një periudhë ku doni të tregoni dashuri të hapur, por planet tuaja po i mbani të kyçura dhe kjo po ju krijon ca rryma të çuditshme me të tjerët. Njerëzit po marrin sinjale të përziera prej jush, ndaj mos u habisni nëse ju shohin me dyshim. Por mos u dorëzoni, se sa të kaloj dreka do të ndjeni një fuqi të re dhe çdo gjë do të vijë në vendin e vet. Me pak vullnet dhe me kokën lart do të bëni mrekulli sot, në punë dhe në shtëpi. Zemra dhe mendja do të bëhen një dhe kjo është arma juaj më e fortë. Tregojini të tjerëve se kush është mbreti, por bëheni këtë me mirësi. Virgjëresha, ju sot po kërkoni drejtësi dhe barazi me çdo kusht dhe jeni gati të shqyeni këdo që ju shkel në kallo. Por prap, thellë po kërkoni atë lidhjen e fortë shpirtërore, që nuk mbetet vetëm tek fjalët e bukura. Hëna sot po ju thot, lëre punën pak më njanë dhe dile kërce dhe këndo, sepse ke nevojë për pak qejf dhe zbavitje.
Jeni shumë të ngrohtë me njerëzit sot dhe kjo do t'ju bëjë të fitoni pikë tek të gjithë, madje dhe tek ata që s'ju shihnin dot me sy. Pasdite do e keni mendjen te përmirësimi i vetes, ndoshta një dietë e re, një libër i mirë. Je në formë të shkëlqyer, ndaj përdore këtë shkëlqim për të rregulluar ato gjëra që nuk shkojnë. Peshorja, sot jeni në atë fazën që doni vetëm shtëpi, krevat dhe rahat. Hëna ju thot të mbylleni pak në guackën tuaj dhe të merrni pak veten se i keni hak një çlodhje shpirtërore. Edhe pse në mëngjes mund të keni ca pengesa, mendja juaj fluturon dhe do gjeni mënyra kreative për t'i zgjidhur. Në jetën private po bëni si diplomat për të mbajtur qetësinë, por kur vjen puna te punët e rënda, bëheni zjarr dhe flak. Kjo përplasje mes qetësisë dhe vrullit mund t'i çmend pak njerëzit rreth jush, por mos u shqetëso. Sapo të vi mbrëmja, gjua juaj do të ecë fjollë dhe do të merrni vesh me të gjithë. Shihni përtej hundës dhe do të gjeni zgjidhjen e çdo problemi. Akrepi. Sot në mëngjes përgjegjësitë do t'ju rrinë mbi kokë si një re e zezë, por mos u tremni se do shpërndahen shpejt. Jeni në një moment që doni të ndërtoni gjëra të sigurta dhe jo të eksperimentoni me aventura të kota. Në punët e përditshme po kërkoni paqe, por kur vjen puna te miqt, nuk keni frikë nga fishekzjarrët. Nëse dikush nuk tregohet i sinqert, ju e doni të thoni të vërtetën troç dhe sot do ta thoni padorashka. Hëna po ju nxit të flisni dhe të lidheni me njerëzit, ndaj mund të bëni gjykatësi më i mirë për çdo sherr që mund të ndodhë vërdall. Besimi te vetja po ju rritet dhe planet tua po marrin formë. Ecni përpara se fati është me të guximshmi. Shigjetari. Ju sot po bëni sikur jeni njerëzit më të qetë të botës me të huaj, por në shtëpi po bëni revolucion. Doni të ndryshoni gjithçka, nga rregullat deri tek mobilet, dhe kjo po intereson pak familjarëve. Nuk është se po bëni aktrim, thjesht keni synime të ndryshme në çdo fushë të jetës dhe njerëzit po ju shohin me habi. Sot hëna ju kthen mendjen tek paratë dhe tek puna praktike. Është dita e duhur për të numëruar qindarkat dhe për të parë ku jeni me llogaritë. Edhe pse mund të jeni pak me nerva, pasdite një bisedë e ëmbël me njerëzit e zemrës do të sqarojë çdo gjë. Mos u nxitoni se çdo gjë do të vijë në vendin e vet. Britsjapi. Sot jeni gati të ziheni me çdo që guxon t'ju thotë një fjalë që s'ju pëlqen. Doni të nxirrni të vërtetën në shesh me çdo kusht, por nga ana tjetër në shtëpi jeni bërë si pula, po bëni çmos që të ketë harmoni dhe bukuri. Kjo luftë mes sherrit jashtë dhe paqes brenda po ju lodh pak. Hëna hyn në shenjën tuaj dhe ju jep atë forcën që ju duhej për të marrë drejtimin e gjërave. Mund të ndjeni pak në presion në fillim, por shumë shpejt do e kuptoni se ju jeni shefi. Ndihmoni dikë që ka nevojë dhe do të ndjeni sikur keni shpëtuar botën. Sot është dita për të kuptuar veten dhe për të shkëlqyer. Ujori. Edhe pse jeni në një periudhë që çdo gjë ju duket si mbrapsht, sot po dini të flisni me ëmbëlsi dhe të bini njerëzit. Por ama, po ju shkeli dikush në kallo, apo nuk ju respekton, jeni gati të bëni namin. Sot mund të ndjeni pak të lodhur apo të bllokuar, ndaj mos u merrni me punë të rënda, por jepni fantazisë hapësirë. Nëse diçka nuk po ecën siç duhet, mos u mërzisni dhe mos fajsoni veten. Janë thjesht ca pengesa të vogla të jetës që kërkojnë vëmendje tek detajet. Hëna ju thot të mbylleni pak në vete, të bëni një gjumë të mirë apo të rrini në qetësi për të pastruar shpirtin. Keni nevojë për bateri të reja, ndaj mos e kurseni veten. Peshqit. Sot jeni pak në mëdyshje, t'i rrini afër njerëzve apo të largoheni dhe të rrini vetëm. Hëna ju shtyn drejt shoqërisë, por mendja juaj po rrotullohet tek punët dhe lekët që duhen vënë në rregull. Marsi në shenjën tuaj ju jep energji për të kërkuar atë që doni, por po keni pak vështirësi t'i tregoni njerëzve ndjenjat e zemrës. Kujdes se po dukeni sikur s'ju bëhet vonë për askënd dhe kjo mund të lëndojë njerëzit që ju duan.
Fatmirësisht keni një energji të mirë që ju ndihmon të veproni në vend që të mendoni shumë. Është ditë perfekte për të forcuar lidhjet me miqt dhe për të punuar bashkë për një qëllim të madh. Bashkimi bën fuqi, mos e harroni.